Tani në unë do shkoj, duke falendruar dhe pleuratin, do të shkoj për të diskutuar marrëdhëniet ndërkombëtare. Duhet thënë që i gjithë procesi po them, nga konflikti apo nga lufta Rusi-Ukrainë është shpërndar në gjithë botën me një reagim të fortë nga ana administratës së Donald Trump, nga reagimet të ndryshme të cilat po vijnë nga ana e shteteve brenda Unionit të Bashkimit Evropian, ndaj kemi shumë për të duar. Kam nësi që gjitha këto do t'i shohim me detaje në çështje specifike me pedagogun e marrëdhënieve ndërkombëtare, zotin Dritan Hoti. Zoti Hoti, ju përshëndes. Ju përshëndes gjithashtu, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe ju, kemi shumë për të diskutuar, unë shumë shkurtimisht bëra një lloj përmbledhje. Fillimisht ta nisim ndoshta me deklaratën e fundit të Donald Trump sa i përket edhe çështjes edhe me Irakun. Me sa duket vjen një tjetër moment i rëndësishëm. Si e keni ndjekur dhe këtë zhvillim? Iranin, ndjes. Me Iranin, po. Është folur pak, edhe pastaj do ta kalojmë çështjen në marrëdhëniet me Ukrainë-Rusi dhe sigurisht edhe me çështjen e Bashkimit Evropian, ku do ndalemi pak te Macron dhe roli Francës dhe Gjermanisë. Shiko, problematikat e Iranit janë të ndryshme nga ato të Ukrainës, por megjithëse Irani është bërë pjesë, domethënë një partneriteti ushtarak me Rusinë si Kore e Veriut, mund ta quajmë që Irani është integruar, domethënë është ndërtuar një marrëdhënie transrajonale, pra ndërmjet Iranit, lindjes mesme dhe Iranit si aleat i Rusisë. Dhe në këtë kontekst Trump i ka nisur një letër ku kërkon rifillimin e negociatave dhe një marrëveshje mbi modalitetet e reja, e cila është refuzuar nga lideri suprem i Iranit, pra nuk ka pas një përgjigje pozitive. Irani bën pjesë në sistemin ndërkombëtar të lindjes mesme dhe është shteti që inkurajon edhe është ajo ombrella e lëvizjeve paraushtarake militante dhe me përmbajtje teologjike në lindjen e mesme, siç është Hizbollahu, Hamasi, Xhihadi Islamik dhe Houthi, por nga ana tjetër Irani duhet parë si dhe një furnizues në nivelet të logjistikës ushtarake i Rusisë, pasi pjesë e dronëve Shahid, pra që përdoren për të bombarduar Ukrainën, janë një prodhimi iranian, po ngelet për të parë tipologjia përmbajtje krizës në lindjen e mesme është e ndryshme, krahasimisht me atë Rusi-Ukrainë, që në pikpamjen time, e kam thënë dhe po e ripërsëris, është peshon më shumë në nivelet bilaterale, dypalqe, rajonale, kontinentale, po dhe globale. Ky fillimi një qasje metodologjie të Donald Trumpit në lidhje me trajtimin e problematikës e Iranit. Është vetëm fillimi. Vetëm fillimi. Janë etapat e mëvonshme për tu parë dhe për tu interpretuar. Trumpi është treguar shumë i drejt për drejt, me një qasje totalisht avangard nga çfarë jemi mësuar, ndoshta dhe her pas here të thyrë të protokolleve të presidentit, paktën nga atë çfarë jemi mësuar të shohim në presidencat më përparshme të një presidenti klasik. E diskutuat pak edhe ju marrëdhënien me Iranin, ka kërcënuar edhe për një sulm të mundshëm ushtarak, mbetet për të parë se si do të jetë edhe marrëdhënia mes tyre. Nga ana tjetër duke rikujtuar edhe një herë rolin e rëndësishëm që ka Irani në vendet e lindjes së mesme, duke qenë se kemi parë dhe në marrëdhënie me Hezbollah, me Hamas. Izraeli është edhe vendi i cili kërkon të revolucionarizojë marrëdhëniet ndërkombëtare në lindjen e mesme dhe është një ndër 3 shtetet që kanë influencën më të madhe së bashku me Izraelin dhe me Turqinë në lindjen e mesme, pra janë 3 aktorët kryesorë të marrëdhënieve ndërshtetërore në lindjen e mesme, por tani ka marrë dhe një natyrë të një shteti transrajonal, pasi është përfshirë në krizën Rusi-Ukrainë si një partner i besueshëm ushtarak i Rusisë. Të shkojmë pak tek marrëdhënia, po. Është komplekse situata. Është komplekse, ndaj e ceka që ka një rol tepër të rëndësishëm dhe në çështjen e lindjes së mesme, se me sa duket dhe çështja në lindjen e mesme është qetësuar disi, pas edhe marrëveshjes së paqes ose armëpushimit më saktë që është krijuar edhe për çështjen e lirimit të pengjeve mes Hamasit dhe Izraelit. Nga ana tjetër të rikthehemi pak tek Zelenski, Putin edhe sigurisht Donald Trump, një treshe shumë e komentuar. Zelenski vazhdon kërkon mbështetje nga ana e Donald Trump, ndërkohë Trump vjen me një deklaratë të fortë ku është shprehur që do ta sankcionojë Rusinë, por është më kollaj të diskutosh me Rusinë sesa me Ukrainën. Këto janë deklarata të dyja deklaratat ishin harkun e pak orëve dhe tregon edhe strukturën
domethënë cerebrale, mentale, mendësim, bot kuptimin e Trumpit, pati një kontradiksion brenda dhe një lloj përmbajtje kontroversaliteti, por problemi qëndron tek kërcënimi i Trumpit për të sankcionuar Rusinë nëpërmjet sanksioneve bankare dhe tarifave, por duhet dim që nuk është se ka shumë marrëveshje ekonomike nisur nga shkurti i vitit 2022 ndërmjet Shtetet e Bashkuara dhe Rusisë, ato janë reduktuar si vjedhoj e tërësisë së sanksioneve nga Shtetet e Bashkuara dhe nga vendet e perëndimit përkundrejt Rusisë, si dhe nuk ka dhe shkëmbime mallra që mund flitet për tarifa doganore. Nga ana tjetër, Rusia ka gjetur nëpërmjet Kinës një mekanizëm për të kryer dhe operacione ose transaksione financiare. Problemi më kompleks është ndërprerja e ndihmës ushtarake momentalisht dhe informacione. E ndihmës ushtarake pasi misilet, raketat Patriot janë vendimtare dhe avionët F-16, por edhe informacioni është shumë vendimtar